Lëvizja vendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet përveçse me një marrëveshje politike. Ashtu siç votuan në kryetar të kuvendit, atë koncept duhet ta kishte edhe kryetari i kuvendit. Pa krimin e një mazhorance këtu në kuvend për kryetarin e kuvendit, nuk do të mund të themelohet vetë kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarët. Sikur ne ta kishim shumicën, do të mund t'i bllokonim edhe nënkryetarët e kuvendit. A është kjo arsyeshme? Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë radhazi në kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit. Ndërpritet seanca konstitutive, lidhemi sërish të mërkurën me 23 prill në orën 10.